Pas të regjistrimit si deputet i Kuvendit të Kosovës, kryetari LDK-s Lumir Abdigjiku, në një prononcim për mediat, tha se e njohin të drejtën e plotë të partisë së parë që të provojë të bëjë shumicën. Abdigjiku tha se nëse nuk e bën partia e parë, atëherë janë afatet kushtetuese që partitë e tjera të dëshmojnë para presidentes se mund ta bëjnë shumicën për formimin e qeverisë. E njohin të drejtën e plotë të partisë së parë për të provuar të bëjë shumicën. Nëse nuk e bën pas 15 ditësh, Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë jep të drejtë secilës parti që të dëshmojë para presidencës që mund të bëjë shumicën. Ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi mbërvi në atë pikë, do të jem po aq transparent para jush, edhe për këtë çështje, kur të mbërrim atje, tha ai. Tutje i parë i LDK-s tha se nëse një kryetar i Kuvendit nuk i ka 61 vota, atëherë nuk duhet të jetë fare në atë pozitë. Një kryetar i Kuvendit që nuk i ka 61 vota për vete, nuk duhet të jetë kryetar fare, pra minimalisht duhet të ketë 61 vota. Qëndrimet e LDK-s i kemi dëgjuar tashmë, janë të njëjta si para fushatës, gjatë fushatës dhe pas fushatës. Proceduralisht besoj e dini që më 15 prill do të bëhet betimi, më pas bëhet propozimi kryetarit të Kuvendit, konstituohet Kuvendi, pas zgjedhjes së kryetarit dhe kryesisë së Kuvendit, ka thënë Abdigjiku. Ndërkaq sot është bërë regjistrimi i përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, regjistrimi i deputetëve të koalicionit të AK-NISMA dhe përfaqësuesve të komuniteteve PAKIC është planifikuar për ditën e hënë, ndërsa deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë kryer regjistrimin të njëjtin. Ndryshe, seanca konstitutive e Kuvendit do të mbahet më 15 prill 2025. Gjatë kësaj seance, përveç betimit të deputetëve, pritet të zgjidhet kryetari i Kuvendit dhe do të formohet struktura parlamentare